Në kuadër të 95 vjetorit të Parlamentit Shqiptar, kryetari i Kuvendit Ilir Meta në fjalën e tij përshëndetëse ka kritikuar qëndrimin e opozitës në sallën e Kuvendit. Meta tha se qytetarët nuk presin të shohin modele të tilla, pasi ajo sallë duhet të paraqesë një imazh të mirë të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Kërkohet një etikë e re parlamentare dhe për këtë ne kemi bashkëpunuar me OSBE-n, me institucionet ndërkombëtare dhe shpresojmë që të gjithë grupet parlamentare të nënshkruajnë këtë etikë të re parlamentare në mënyrë që fjala në Parlamentin e Shqipërisë të ketë peshë, të ketë vlerë, të mos keq përdoret, sepse në fundit çdo deputet që është atje nuk përfaqëson vetveten, po përfaqëson mira qytetarë shqiptar, të cilët presin zgjidhje për problemet më të rëndësishme. Propozimi i profesor Myzafer Kërkutit që 27 marsi të përkujtohet si dita e Parlamentit është mirëpritur nga kryetari i Kuvendit Meta, i cili tha se kjo datë duhet të marrë një vlerësim të veçantë. Parlamentarizmi në Shqipëri ka një histori 95 vjeçare që e ka zanafillën më 27 mars. Sipas materialeve zyrtare të Kuvendit të Shqipërisë, rezulton se kryetari i parë i Këshillit Kombëtar është Xhemal Naipi. Në 95 vite parlamentarizëm në Shqipëri, Jozefina Topalli është e vetmja femër që ka drejtuar Parlamentin Shqiptar.